Në 12 gusht të vitit 2000, një nga nëndecet më të mëdha dhe më moderne të flotës ruse, Kursk, u zhyt në thellësinë e detit Barents, pas një shpërthimi tragjik gjatë një stërvitje ushtarake. Në bord ndodheshin 118 marinar. Çfarë ndodhi në ato minuta fatale? Pse u vonua ndihma dhe cilat ishin pasojat? Kjo është historia e një prej tragjedive më të mëdha detare të kohëve moderne. Sot do të zbulojmë historinë e vërtetë të tragjedisë që tronditi botën. Çfarë ishte Kursk? Historia e një giganti nëndet. Kursk ishte një nëndece bërthamore ruse, njëra nga më të mëdha dhe më të fuqishme që kishte ndërtuar ndonjëherë Rusia. Ajo i përkiste klasit Oskar i II dhe ishte pjesë e flotës veriore që patrullonte në ujërat e ftohta të Arktikut dhe detit Barents. Kursk ishte projektuar jo thjesht për mbrojtje, por për të shkatërruar aeroplanmbajtëse të tëra, nëse do të ishte e nevojshme. Kjo nëndece kishte një gjatësi prej 154 metrash, sa 2 avion të mëdhenj vendosur njëri pas tjetrit. Ajo peshonte mbi 18.000 ton dhe ishte ndërtuar me 2 shtresa çeliku shumë të trashë për të përballuar presionin e thellësive detare dhe për të mbrojtur ekuipazhin nga sulmet e mundshme. Brenda saj kishte 9 kompartimente të ndara që në teori mund të izoloheshin në rast shpërthimi ose dëmtimi. Në zemrën e saj, Kursk kishte 2 reaktorë bërthamor që jepin një energji të mjaftueshme për të qëndruar nën ujë për më shumë se 3 muaj pa dalë mbi sipërfaqe. Por ajo që e bënte Kursk një armë të fuqishme dhe të frikshme ishte armët që mbante me vete. Ajo mund të mbante deri në 24 raketa të mëdha P-700 Granit, raketa që mund të goditnin objektiva deri në 550 kilometra larg dhe të përmbanin koka bërthamore. Përveç raketave, ajo kishte edhe 8 tuba ose torpedo të mëdha që gjithashtu mund të përdoreshin për të lëshuar mina apo raketa të tjera antianije. E ndërtuar në fillim të viteve 1990, Kursk u quajt kështu për të ndëruar betejën e famshme të Kurskut gjatë luftës së dytë botërore. Ajo u vu në shërbim të flotës ruse në vitin 1994, për disa vite bëri misione të kufizuara, ndërsa në vitin 1999 mori pjesë në një mision të gjatë në Mesdhe. Kursk nuk ishte vetëm një anije lufte. Ajo ishte një makineri, kushte moderne dhe ekuipazhi, kabina të vogla për oficerët, palestër e vogël, ambiente që e bënin të lehtë jetesën e gjatë nën ujë. Ishte një simbol krenarie për Rusinë, një dëshmi e fuqisë dhe teknologjisë së saj ushtarake. Por për fat të keq, historia e Kursk nuk do të kujtohet për madhështinë e saj teknike, por për tragjedinë që do të ndodhte vetëm disa vite më vonë. 12 gusht i vitit 2000. Ishte një mëngjes veror i 12 gushtit, kur në detin Barents, në një nga zonat më të ftohta dhe më të rrezikshme të veriut, marina ushtarake ruse po zhvillonte një nga stërvitjet më të mëdha që kishte bërë ndër vite. Në këtë operacion merrnin pjesë 30 anije luftarake dhe 3 nëndece, përfshirë krenarinë e flotës veriore, nëndecën bërthamore K-141 Kursk. Kursk ishte një kolos nën ujë, një nëndece me gjatësi prej 154 metra e aftë për të mbajtur armë bërthamore dhe për të qëndruar nën ujë muaj të tërë. Stërvitja ishte pjesë e një demonstrimi të fuqishëm që Rusia donte t'i tregonte botës. Kursk pritej të lëshonte një torpedë drejt anijes flamurtare Pjetër i Madh, një kryqëzor bërthamor që shërbente si qendra e komandës së stërvitjes, por askush nuk mund ta imagjinonte se ajo do të ishte hera e fundit që marinarët e Kurskut do të flisnin me botën e jashtme. Rreth orës 11:28 të paradites ndodhi diçka e pazakontë. Sipas dëshmive të mëvonshme dhe analizave sismike, një shpërthim i papritur ndodhi brenda nëndecës. Burimi i parë i këtij shpërthimi ishte një torpedo që po përgatitej për të lëshuar.
Ajo kishte një rrjedhje të një substance shumë të rrezikshme të quajtur peroksid hidrogjeni i përqendruar, e cila në kontakt me metalet mund të shkaktojë një reagim të dhunshëm. Shpërthimi i parë ishte i fortë, por jo i mjaftueshëm për të shkatëruar nëndece. Megjithatë, vetëm 2 minuta më vonë ndodhi një shpërthim i dytë, shumë herë më i fuqishëm. Ky shpërthim aktivizoi të gjithë torpedët e tjera që ndodheshin në bord, duke shkaktuar një katastrofë të vërtetë. Fuqia e tij ishte e krahasueshme me disa tonelata tritol. Kursk u përfshi nga zjarri dhe tronditja e shpërthimit e çau pjesën e përparme të trupit të saj të blinduar. Pjesa e përparme e nëndecës u shkatërrua plotësisht, duke vrarë menjëherë pjesën më të madhe të ekuipazhit që ndodhej atje. Nëndecja humbi çdo kontakt me komandën dhe filloi të fundosej me shpejtësi, derisa preku fundin e detit, një thellësi prej 108 metrash. Për disa orë marina ruse nuk kishte asnjë informacion të saktë për fatin e Kurskut. Ishte një heshtje e frikshme, asnjë sinjal, asnjë komunikim, asnjë kërkesë për ndihmë nuk erdhi nga nëndecja. Vetëm disa orë më vonë, stacionet sismike në Norvegji raportuan 2 shpërthime të fuqishme në ujore. Vetëm atëherë komanda ruse e kuptoi se diçka e rëndë kishte ndodhur. Në orën 5 të pasdites u dha urdhër për të nisur misionin e kërkim shpëtimit, por ishte tepër vonë. Në ditët që pasuan, autoritetet ruse dhanë deklarata të vakta për shtypin, duke thënë se kishte ndodhur një avari teknike dhe se kishte shpresë që marinarët të ishin gjallë në pjesën e pasme të nëndecës. Por në realitet, shumica e tyre kishin humbur jetën menjëherë pas shpërthimit të dytë. Megjithatë, u zbulua më vonë se disa marinar kishin mbijetuar disa orë, ndoshta edhe më gjatë, të bllokuar në kompartimentin e 9 në pjesën fundore të nëndecës. Ata kishin shkruar mesazhe për familjarët e tyre në errësirë, mes ujit që rrithte dhe arit që po mbaronte. Një prej tyre, Dimitri Kolesnikov, la pas një shënim ku shkruante: "Të gjithë ne jemi këtu në kompartimentin e 9. Askush prej nesh nuk mund të dalë vetë." Pas disa orësh heshtje dhe konfuzioni, marina ruse më në fund pranoi se kishte humbur kontaktin me nëndecën. Kursk organizuan një mision kërkimi dhe shpëtimi me forcat vendase, por mjetet që kishin në dispozicion ishin të vjetruara dhe të papërshtatshme për një operacion kaq delikat. Ndërkohë, vendet perëndimore si Britania e Madhe dhe Norvegjia, me përvojë dhe pajisje moderne në shpëtim nëndecës, ofruan ndihmë menjëherë. Ekipet e tyre ishin gati të niseshin brenda disa orëve për të provuar të shpëtonin ç'të mundnin, por autoritetet ruse për arsye politike dhe krenarie ushtarake refuzuan fillimisht të pranonin ndihmën. Ata kishin frikë se vendet e huaja të zbulonin teknologjinë sekrete brenda nëndecës, por ndërsa koha kalonte, shpresat për të gjetur të mbijetuar po veniteshin. Ishte një betejë mes krenarisë dhe jetës njerëzore, dhe fatkeqësisht krenaria mbizotëroi për shumë ditë. Vetëm më 20 gusht, plot 8 ditë pas aksidentit, Rusia pranoi zyrtarisht ndihmën ndërkombëtare. Ekipet norvegjeze arritën në vendin e ngjarjes më 21 gusht dhe zbuluan atë që askush nuk dëshironte të besonte: të gjithë marinarët në bord kishin vdekur. Ishte tepër vonë, në atë errësirë të thellë mes totësisë dhe presionit të ujit, 10 burra kishin ndërruar jetë, disa menjëherë, disa duke pritur shpëtimin që nuk erdhi kurrë. Një zëdhënës norvegjez më vonë do të thoshte me dhimbje: "Po të na kishin lejuar më herët, ndoshta do kishin shpëtuar ndonjë prej tyre." Hetimet që pasuan tragjedinë u përpoqën të kuptonin shkakun e kësaj katastrofe. Zyrtarisht, qeveria ruse deklaroi se shpërthimi kishte ndodhur për shkak të një defekti në një torpedë me karburant të lëngshëm, konkretisht peroksid hidrogjeni i përqendruar. Një rrjedhë e vogël në trupin e torpedës kishte sjellë kontaktin e saj me metalin dhe ngrohjen, çka çoi në një reagim të dhunshëm dhe më pas shpërthim zinxhir. Por me kalimin e viteve janë ngritur disa teori të tjera, disa prej tyre mjaft të debatueshme.
1. Teoria e përplasjes me ndonjë nëndetse amerikane. Disa ushtarak rusë besojnë se një nëndetse e Shteteve të Bashkuara po ndiqte stërvitjen nga afër dhe mund të jetë përplasur pa dashje me Kursk, duke shkaktuar dëmtimin fillestar. Kjo teori nuk u provua kurrë, por vazhdoi të qarkulloj në media dhe në qarqet ushtarake. 2. Testi dështuar i një arme të re. Teza tjetër thotë se Kursk mund të ketë qenë duke testuar një torpedo sekrete super të shpejtë të quajtur Shkval dhe ajo shpërtheu për shkak të mbinxehjes ose keq funksionimit teknik. 3. Mungesa e mirëmbajtjes dhe neglizhenca. Një nga arsyet më të zakonshme që përmendet është neglizhenca në mirëmbajtjen e armatimit dhe pajisjeve të brendshme. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, buxheti i ushtrisë ruse ishte i kufizuar dhe nëndecet shpesh lundronin me pajisje të amortizuara. Kjo mund të ketë qenë dhe një nga shkaktarët kryesor të shpërthimit fatal. Tragjedia e Kurskit nuk ishte vetëm një aksident teknik, por një pasqyrë e një sistemi të mbyllur, ku frika nga humbja e imazhit ishte më e madhe se jeta e 118 burrave të rinj. Një ngjarje që preku zemrat e miliona njerëzve dhe vazhdon të kujtohet sot si një nga momentet më të errta të historisë detare moderne. Tragjedia e Kurskit nuk është vetëm një histori për një nëndece që u mbyt, por një kujtesë e dhimbshme se jeta e njeriut nuk mund të lihet në hije për krenari, përheshtje apo politik. Është një thirrje për përgjegjësi, transparencë dhe humanizëm. Sot në fundin e detit Barents pushon në heshtje një dëshmi e asaj që ndodhi dhe një kujtim për çdo marinar që nuk u kthye më. Të nderuar miq, nëse ju ka pëlqyer, ju lutem bëni like, shpërndajeni këtë video, si të bëni subscribe, abonohuni në kanalin ton dhe shtypni butonin e zilës për të ndjekur të gjitha videot. Ju premtoj se do të keni në vazhdim video akoma më interesante. Kalofshi sa më mirë.